Gjykata e Shkodrës ka lënë në burg 64 vjeçarin Shefen Ziçi, i cili akuzohet për vrasjen e bashkëshortes së tij, Bardhe Ziçi. Ngjarja e ndodhur në Nëntkorrik. Seanca për caktimin e masës së sigurisë u zhvillua në drejtimin e gjyqtare Zamira Elila, ndërsa organi i akuzës u përfaqësua nga prokuroria Albulena Koliçi. Prokuroria kërkoi masën arrest me burg, kërkesë që u pranua nga gjykata. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, 64 vjeçari nuk dha asnjë shpjegim lidhur me akuzat që rëndojnë mbi të, duke zgjedhur të mos bëjë deklarime para trupit gjykues. Nga ana tjetër, mbrojtja kërkoi që ndaj të pandehurit të kryhet një ekspertim psikiatrik për të vlerësuar gjendjen e tij mendore në momentin e ngjarjes. Sipas avokatit, deri në ditën e krimit, Shefen Ziçi kishte bërë një jetë rregullt familjare. Ai argumentoi se bashkëshortët kishin rritur së bashku 2 fëmijë, nuk kishin pasur konflikte të njohura, urdhra mbrojtje apo probleme të raportuara në marrëdhënien e tyre. Mbrojtja e cilësoi ngjarjen të pashpjegueshme dhe kërkoi që ekspertiza psikiatrike të ndihmojë në sqarimin e gjendjes psiqike të akuzuarit në kohën kur ndodhi krimi. Sipas të dhënave hetimore, pas arrestimit, 64 vjeçari u kishte drejtuar efektive të policisë pyetjen nëse e kishte vrarë bashkëshortin e tij. Pa dhënë më pas deklarata të tjera mbi ngjarjen, ndërkohë hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht rrethanat dhe motivin e krimit.